Kongresmeni Keith Sell prezanton rezolutën për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Keith Sell, së bashku me Richie Torres dhe Mickey Lower, prezantoi një rezolutë në dhomën e përfaqësuesve që shpreh mbështetje të fortë për integrimin e Kosovës në NATO. Rezoluta thekson se qeverisja demokratike e Kosovës, kontrolli civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëtesa multietnike përpëjnë një bazë të fortë për anëtarësimin në NATO. Për më tepër, në kohë ku forcat kundërshtare vazhdojnë të destabilizojnë rajonin, përfshirja e Kosovës në NATO do shërbente si një kundërpeshë e nevojshme për të parandaluar për shkallëzime të rrezikshme në Ballkan. Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe është e njohur nga 100 shtete, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuar, por 4 shtete anëtare të NATO-s, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja nuk e kanë njohur ende sovranitetin e Kosovës, meqense NATO funksionon me konsensus. Kjo përbën pengesë për avancimin e Kosovës drejt anëtarësimit. Kosova ka treguar përkushtim të qartë ndaj stabilitetit rajonal dhe përputhje strategjike me vendet e NATO-s, por progresi i saj po pengohet nga mungesa e njohjes nga një numër i vogël aleatësh, tha kongresmeni Sell.